Veç ktheje kamerën përpara, shikoje që të natyrë të bukur, e kam vendos me e sjell këtë natyrë të bukur sot prej Kosovës tonë dashur. Shikoje pak se nuk jena as në Zvicër, nuk jena as në Gjermani, shikoje fshatin përpara. Ja shikoje fshati sa bukur du. Ja shikoj delet këtu. Jo, shikoj delet. Delet shikoj. Shi sa bukur delet, shi. Shi sa gjë e bukur delet. Ja shikoj çfarë pamje bukur që kjo na qiti dorën. Fut në pak kundra vajtje ashtu, masi s'ka shumë lëvizje. Si kalove? A u lodhe? A e mirë? Mirë, faleminderit. Jena në kamerë, jena në qizim, nuk e di atë pengon apo jo? Jo, s'është problem. Okej. Hajde, kush je ti? Unë jam Qendrim Ajazi. Po, Qendrim, ç'është je? A e mirë, a e lodh? Po kaloj. Si kalove? Mirë, faleminderit. Ha, ka muimet në mundi shka? A mundesh më marr deri në Komoran? Me të marrë dhe në Komoran me kera? Jam të dërgu një shokët vegle. Qa vegle? Sharkin. Po marrë të marrë, pse jo? Qëre, bëjve shta hapi krahun qëtu. Si e kalove dhe i herë? A e mirë? Apo të pengon që jena në kamerë, lo? Jo, më pa problem. Po shbesen? Sa është dole, hes. Po të pa i pyjtje tash mas jetuar me mu, e kam vendos, në qovë se s'pengon, gjithmonë. Po, E kam vendosat me sjellje generale, unë erdha këtu, e pova që të natyrë shtu, si quhet ky vend? Kjo është Komoran. Komoran? Po. Sinqerisht, e vend më shumë se më ka pëlqy ka ditë. Edhe vendosa sot me sjellje generale me e kallëzu këtë natyrë të bukur se si më kanë në Austria, në Zvicër, Po, edhe vetë deshta se mujta me shkollë me kerë. Okej. Po, deshta që ti dal pak edhe vetë me ecë në këtë bukurit rrollë, edhe t'ja dërgaj përësin shokut. Me ja dërgu përësin shokut. Çfarë përësi që Sharkia? Sharkina. Ai shoku ka shahir po m'duket, a? Po. E? Po, është. Okej, a ka larg shpina? A më do shumë me shmong rrugën e kështu? Deri në Komoran, kjo është afër. Prandaj atë nala që qofse mund më dërgu. Jo më që është smoj, me kresi më të madhe. Apo më njeh më jo? Po ti në emisionin Fërshim Shava. Am njofta? Altini. Am njofta? Po, më shqipja. Që kam dje. Okej, interesant. Shiko, para se me të morë në kjerë, shumë interesant. Jeta reale çështu është. Nalin njerëzit ta qesin dorën apo merr deç atje, rrezik është realisht në vende të tjera s'ndodh me ta qit dikush dorën me marri kerri pa njohur me çu dikun. Po në Kosovën në vendet tona ndodh. Kjo nuk është ndonjë problemi, se siguria është në nivel. Po. Siguria në maksimum. Siguria në maksimum, jo si në anë. Çu po them edhe? Qendrim. Qendrim kushi? Qendrim Ajazi. Qendrim Ajazi, Qendrim. Qëre, unë e po të marrë, e po të qej të shoki atë ku të që t'jesh. Po. është përpara se me të quë, po du me testu i herë që të Sharki. Sa është problem? Edhe me i kalzu ati shokit tamë, se qështu, të nga djeta, qështu e bie të Sharkis. Ti ati mira ju, a? Ja, unë nuk... Ti s'din. Re. Ma si s'din, ti di une. Shqipëri, jo amaz, ku jo marohi, jo fat. Kështu e bie Sharkis thuj ati shokit, edhe... Do t'ja dërgoj përësin. Dërgoja përësin edhe thuj gjigant, kur të mëjsh Sharki thuj të të mira. A mundesh me si takova, a mundesh me orë në konakun tim? Në konaktondin? Ftoj nodën time. Se? E kam nodën. A kënam tja? Mundohem. Prej me kam? Po. Qysh Prandaj, pot? Jo, edhe i bi Sharkis dhe këndaj, për në fillim nuk doshta me... Më falë, tash se mu merkesh me të pyt. Po? Merkesh me të pyt, po me Sharkis me ra, vesh me janë në dorë i vjena qysh? Me dyjat, po në fakt i bi me shmajtën e me djathën reflekset i kam. A munde me lujt diçka? Pa tjetër. Hajde, a munde me shtu, sigur jena? Po mëra veç ullimi si lodë. Hajde tu në herë si në qëto. Hej, pasha në onën, qas ndodhë mërë në Kosovë. Pasha të mollin zot, kjo po tot di miro, do me mba konkurencë mu. Që jam nu akorde. Që akordu, që bon gjëzen që kam, shite. Po qëndër ma prej med. Për me dhe ta kërdojmë. O zot në arruj, qam të po. Ua, që më bone, hej, sinqerisht po i bika mirë qiftelis. Vëllo, tashi... Edhe pse ka ja kompruar dol për akordi, po... Ti ja pas ke morë shokut me knu të shpia jota, apo qysh?
Jo, në dorën zemrën kesh të shku me knu dikon, po... Ke të shku me knu dikon? Po tani e nxjerra si pretekst, që po shkoj të një shok. Unë e të kujtu që po jaftohë fiktimi i Ra Sharkis, ki po naftov këne e kajtëve. Qëndrim ja Ajazi, e? Ajazi. Edhe me këndu thekën dën? Edhe këndoj. Hajde ta knojmë i kongë për zotin. Hajde ta një gjojmë e qëfar kongë mundesh me na kënu. A të më të mund t'i shka? Ja. S'ka nevoj, e? Kur e ke pasion, nuk ka asë si gjonë botë që mundet me të analu talentin. Cili është më i bukur, durësia Berati, Korça Manastiri, apo Roza Fati, butrin ti harruar me Apollonin, kruja e bekume apo tjera t'vin. Cili është më i bukur, durësia Berati, Korça Manastiri, apo Roza Fati, butrin ti harruar me Apollonin, kruja e bekume apo tjera t'vin. Zoti e ka thonë motra edhe bia, ke vetëm një nal, ajo është lia. Zoti e ka thonë motra edhe bia, ke vetëm një nal, ajo është lia. Për ma shumë të ftoj nud. O zoti, të rujt e zemrat knoft. A shkojmë nud? Nud? Po. Ftoj të vish nudën ti. Jeta reale gjigonda, fol Shqipshovi, i ban çdo mërkullina. Qëra ku jam në kodër Komoranit, kodër Komoranit. Se kam gazir navigacioni prej Prishtinë që ne rrugës malit nuk e di, natyra fantastike. She, kthej regjia pak, shikoje çfarë natyre e bukur, çfarë fshati i bukur. Nola sot më qiti dorën ky djali qëndrimi, edhe tashi thot po shkojmë nud. A shkojmë te Uda? Po shkojmë. Pasha zotin po shku te Uda jote sot nuk e la. Je i mirë Drejt te sallën. Uda po shkojmë, hajde me shokin tan, foto atje përpara, edhe drejt e Ud te qëndrim Ajazi, ma tham emrin, Ajazi, qëndrim Ajazi. Talent, interesant, e gjetën rrugë move. Çfarë më shapojmë, no çikon. Hajde më çikonda. Viral, miliona klikime, pasha nonën po. Shkojmë te Uda, qëndrim Ajazit. Tu jemi në Oda, e? Kjo është Oda. Kjo është Oda ime. Kjo është Oda jote. Po. Okej, ku po ulemi qëndrim? Ulemi në atë qoshin atje. Të qoshja, pas ke marrë në telefon ti, pas ke thonë me na i bo dhe kafet gati, po I mduket. kam bërë gjitha gati. Halal. Ka herë s'jam ullë që shto, more. Ka herë s'jam ullë që shto. Këto ndodhin vesh në folk shqip show, ta dini, vesh në folk shqip show mund në ndodhë që si mrekullina është mëdha. Qëndrim, përveç se kemi na i knu dhe një 2-3 kongë tjera që kom dëshirën, kom dëshirën me pyet pak a shumë për jetën tënde. Po. Prej fillimit, domethënë ti ke pas aksident apo çysh? Jo, këtë e kam prej lindjes, qështu e kam lindur. A prej lindjes? Prej lindjes e kam. Ke lindur kështu domethënë? Kam lind, nuk është aksident gjatë jetës, por prej lindjes është. E të ka penguar diçka në jetë për të arritur? Asnjëherë. Asnjëherë. Kur. Nuk e kam pasur problem më të vogël. S'ke pas problem më të vogël? Jo. Okej, tash ajo që sot ta bëjmë edhe publike për shikuesit, se lidhja te rruga ishte e organizuar në fakt prej nesh. Po. Mirë po, unë e kam pa një video të qëndrimit edhe kam pas dëshirë me sjell të shikuesit të Folk Shqip Show një djalë i cili e ka pasion, e ka dëshirë, e ka dhunti Sharkin dhe Çiftelin dhe Rapsodin në përgjithësi. Dhe realisht kur e ke pasion diçka, pa tjetër që do ja dalësh me sukses, apo jo? Pa tjetër. Kur ja ke nisi Mira Sharkis? Mira Sharkis kam filluar qysh në kohë hershme, se edhe prindi kënon me grupin e vetë, edhe
Ty e pa taj faktikisht i bje violinës që mësu, që s'm ka pëlqy si instrument, po ty e pa ato tani të hinë rjedha që thojnë, edhe unë ka pëlqy mënyra qysh kënu, qysh ose vetëm kjo është tradite ju, na? Edhe një ditë për ditësh e mura vetë, pa i tregu bobit. Sharkin. Sharkin. Pa ditë. Qiftil pa ditë kur gjo. Pa ditë kur gjo. Preke që ty, se tani talentin e ta folë zuti. Po. Me veshën zosha në uten. A unë që kje sështë, zdërgjë ma pushtë. A unë që kje, jo, dhe jeri sa mu ka dohtë shumë punë, po me vullnet dhe me përkushtim dhe s'ka rrjet. Sa vjeçar ishe kur po më me thonë 8-9 që ju më hinë rjedha me thonë, po tani mu kanë vyt 2 vite për më përkushtu shumë për me dalë në publik, për me dalë në darës maqë. 8 vjeçar e ke marrë Sharkin në dorë. E ko marrë Sharkin në dorë edhe 8-9 vjeçar. Sa vite tu kanë dash me mësu tash, se prej 8 vjeçar, 9 vjeçar. Qëra dorën zemër në që se dikuj i nevojitet për kushtim një vit ose 2 për me arrit perfekcionizmin, mu normal që mu ka dohtë me punu edhe një herë ma shumë. Edhe pse nuk me thonë se kur o bo 3 vjetë kam qeni përgatitur, nështë me tekste jo, po sa i përket timullit Sharkisë e qiftelis me nëzirë mirë profesionale mu ka dohtë 3 vite. 3 vite? 3 vite. Ok, shumë interesant. A shumë interesant që ndërim se si i gjenë notat, që ke mujtë me gjetë notat. Po, kjo është dhënti, është se me vesh i ninë. Absolutisht. Për shembull e ninë studio një diçka, një më shel vetë në dhëmë. Nuk e kom di ko pi pjenaj. A përdi se këtu notat janë shumë. Po, preke që të nuk është hajde në shumë apushtë, apo kupten. Këtë vetë të në zonë. Tash, me thonë drejti, nuk është që dorat ka pengu për me gjetë notat me i prek të ela gjonë. Jo, më qëfar, mësë me pas një ashtë ta më kësh pengu. Okej. Amo, për shkak durës ju kur. Rrugës të arë, më thejme, pa pas 2 durët, nështë ta si kisha më shu iqë që Sharkisë. Po, aki edhe, s'ma kësh falë talentin zotit hiç. Sa kësh falë talentin zotit. Kështë që, faleminderit për zotit mirë. Shëqyrë zot që ta ka falë talentin edhe i e mirë zot. Po. Shikoni, dashur shikus, qëndrim Ajazi, nga komuna e Drenasit. Një talent i jashtëzakonshëm. Tashi do keni mundësinë edhe ju diasporë dashur, gjithë njerëzit që kanë dëshirë në Kosovë, në trevat tona shqiptare, edhe në diasporë, me pas një shaher, me o knosh zemrën, mejen, ahengun familjarë, mos më ndroni që djalë mirë, se ko ka dhe djalë mirë përveç se talent. Tash veç këshirë në pak se qysh ja gjenë notat e Sharkisë. Veç shikoj, qëndrim ma merr një herë i këngë të mirë sipas qysh ta don zemrën aty. Shikoj e pak.
Kosovë në Gjerësina Dojnë me dukoj të gjamë dhe Londra e Moskova nuk e dërzohet kur Kosova Fala Parisit e fala Berlinit Jemi dhërit e izboletinit Fala Parisit e Beogradit Jemi shtarë e atë në sharit Sultania te I Prishtinit lajmizje Valsta me bajna emrini Lajmizje Valsta me bajna emrini Per Kosovë në vëllaj kushtimi Firje bajni hajsani Prishtina Gjahim vëzën o bëzënja trima Rafnian o kushaj gjallë Saj Kosovës o bëzët me dole O zemrat kënoft, bre, ej! Bashk. O, më tranej për kënjë, më tranej këtë jale, ej, shumë knarsi dhe shumë qef pota sa gjera me taku edhe me realizu këtë ndërvishë. Knarësia ishte imja, faleminderit që ka ardhur. Pasha zotin, motis kompozi knarsi, mod madhe, se sa sot me qëndrim ajazin prej Drenasi. Nga Drenasi. Edhe ka i herë i shashnëni me këshu ju, pap, që këto kongë, në Drenas. Edhe pse jam kundër tyne, Je kundër ty. po pa të s'ka fjeshi. O, sa i madhë, bre! Për best. Edhe qiftelisi i vjen... Edhe qiftelis, primit, baklamos që është me 3 tela. Okej. Vetëm violinës nuk më pëlqen. Violinës nuk pëlqen. Edhe se kom provu kur. Edhe pse babi jo t'i bjen violinës, ty s'pëlqen. Po nuk më pëlqen si vegël. S'pëlqen si instrument. Si instrument, fix nuk më flan. Okej. Se problem është me hnu me violinë. Okej. Për bish është ka gja probleme. A ke pas mbështetjen e babit, natyrisht e ke pas. Natyrisht që e kom pas gjithë. A i keni koordinu një herë violinë dhe çifteli sharki bashkë? Shumë herë. Shumë herë. Bile ushtrimet zakonisht bëhen në shtëpi apo? A kënë më mirë ti o babi? Babi. Babi më mirë se ti? Babi. Okej. Nështë ja ka lej, po për momentin po thamë babi. Ta zemër. Ej, një djali i përgatitur. Nështë ja kalon, po babi kënë më mirë. Babi kënë më. Sepse babi është babi. Babi është babi. Edhe s'ka konkurrencë. Babi e fiton vendin e parë. Normal. Bukur shumë. E çfarë bën gjatë gjithë ditës? Si jeta jote, si fillon dita, Gjatë si ditës çfarë? fillon, kam qenë duke punuar në punë, tashti jam në kurs gjermanishtes. Në sezon që i thojnë korrekt gusht, punoj te Ikonik Studio te një daj imi që bën gjerime dasmave, dhe hinqeve. Aty punoj si montazher. Okej. Dhe kjo është dita ime. Montazher? Montazher. Okej. Po. Qëtër gjon jam i ftuar në për ahengë, në për neja, në për kështu. Mbromje zakonisht se ditën nuk bëhen. Okej.
Kjo është një rutinë e përditshme ime. Okej, kjo e përditshme e jotja. Okej, super. Atëherë unë kam po jap një mesazh në vend tondin. Po. Që këtu në rrjetet sociale mund ta gjeni Qëndrim Ajazi. Po, Në TikTok? Në TikTok, Qëndrim Ajazi në Instagram. Instagram edhe në Facebook. Edhe në Facebook, të gjitha ata mund të ketë edhe një numër telefoni në rrjetet sociale. Po, është në profilin tim aty, si ty më shumë. Pra në profilin e Qëndrim Ajazit e keni numrin e telefonit të gjitha ata që jeni të interesuar për ta marrë në neja dhe në oda dhe në festa familjare, qëndrimin e keni për m'ja kënaqsh shpirtin edhe zemrën. Domethënë shpirtin edhe zemrën, të dyja bashkë, jo vetëm njënën. E kështu që çfarë tash pe mrekulluim edhe tjetër këngë, tash bashkë me qëndrimin. Çapo kënojmë diçka tjetër qëndrim. Ne kënojmë një këngë për flamur. Një këngë për flamur. Hajde për flamur se çe. Skënderbeu, Adem Jashori, Muj Krasniqi, shiko o vëlla çfarë dhe paska. Edhe Shqiponin ku çezi atje, duhet patjetër i këngë për flamur me kënu. Flamur i lëm gjak for venja dhe me pëlloj ke vore. Ky flamur sot po në thret njat dhe neve, në thret me bashkue po me lidhe. Sot jam Shqiponia krahet, leta kraj letna bulolit në rëfin, letna me sonit rojetona, o ti bashkoj. Mos në gjej armi ku të ndam, dhe bashku me të rrim për bolli po të përbej në vest, burit po të përbej, po në shtizi flamuri. Mora fjallën, mora vargun, mora qargun, me thurkam pas legjendari ti këndoj, Adem Jashori ti këndoj. Sa vjet se shep në kazin dhe reqakun, sa vjet dhe me të romitën, sa vjet. Besoj që është e mjaftueshme. Zotit rujt. Shumë faleminderit edhe zemrat knoft. Bash. Mirë se erdhët edhe ju tjerët. Respekt. Jemi në mision me Qëndrim Ajazin këtu, edhe kemi kënu disa kongë, edhe do kemi kohë, Qëndrim do na vish në Zvicër, apo jo? Kismet.
12 do t'jemi atje. Okej. Amo, do na vish edhe në studio në emisionin ton, kemi një intervistë më të gjerë, edhe të këndojmë edhe diçka në studion ton Folk Ship Show në Zvicër. Je mirë se ardhur, në qoftë se e keni mesazh për miliona çushare që na shikojnë shikuesit tanë, mund ta japësh. Për ata që shikojnë Folk Ship Show, në kohën kur do të vi në emision të Altini, kushdo që ka me bon ndaj organizim, ndaj heng, përmes Altinit mëni me shkru ose numrin e kontaktit e gjeni te profili im në Instagram, në Facebook, TikTok tash. Kështu. Gjithanej. Okej. Viral në gjitha anët. Gjitha rrjetet sociale, Qendrim Ajazi, edhe do ta kemi edhe në Zvicër. Qendrim, faleminderit shumë, Zoti rujt. Inshallah kesh net e sukses. Faleminderit shumë. Kjo intervistë ka me bë bum në gjitha anët e botës. Besoj që po. Zoti rujt. Kthehemi në studio, vazhdojmë me mysafirin që kemi në studio.